Me njerë pas luftës, ka qenë organizimet politike ose të partive politike në atë kohë, në këtë rast të Partisë Demokratike, dhe unë e kam gjetë vetën në Rinin Demokratike. Rinia Demokratike është organizatë e cila ka funksionu dhe funksionon edhe sot asaj dite brenda si strukturë e veçantë brenda Partisë Demokratike. Aty kam gjetë një mikpritje të jashtëzakonshme të kolegëve të mi në atë kohë, dhe bashkarisht kemi pas një vullnet të jashtëzakonshëm që të merremi me aktivizëm vullnetar për të ndihmu Partisë Demokratike, po përmes Partisë Demokratike për të ndihmu komunitetin përgjithësi edhe shoqërisë. Cila ka qenë ajo gjë që të ka pengu në Kosovë që ti ki dasht me pa ndryshe? Ka pas shumë gjana që më kam pengu. Ndër të para që më ban mend në atë periudhë diçka? Thjesht ka qenë një klim e të mërshme propaganduse në atë kohë kundër ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, e që tani ishin themelus Partisë Demokratike të Kosovës. Ka qenë diçka shumë e pakandshme, ka qenë diçka shumë e pështirë, kur i kam dëgju bisedat, kur i kam dëgju debatet, kur i kam dëgju ato thashe themet që dolen për djemë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, për mu ka qenë e papranueshme, në vend që t'jemi mirënjohës e falenderus, ndaj sakrificës që banë, ndaj luftës që banë dhe lirisë që sollën, u dëgjojshin sidomos në Prishtinë atë kohë fjalë prej më të mërshme. Dhe imazhi i tyre veç atëherë filloi të cenohej në një mas të jashtëzakonshme. Dhe thjesht arsyeja pse unë jem fut në Rinin Demokratike në atë kohë, ose në Partinë Demokratike, ka qenë pikërisht si shenjë falënderimi për krejt atë që ka kishim ba ata djemë gjatë luftës edhe ato vajza kuptohet gjatë luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe e kisha një besim të madh që ata që kanë qenë në gjendje me vdek për vendin janë gjendje që të bajnë më të mirën për vendin. Dhe ai besim më ka udhëheq pastaj dhe më ka shtyt përpara që unë t'jem pjesë e strukturave të Rinisë Demokratike. Të tham të drejtën dhe t'jem shumë e sinqert me ju edhe me shikuesit, kur jam fut në Rini Demokratike, ambicjet e mia kanë qenë minimale për të qenë pjesë e politikës ose për të qenë pjesë e strukturave udhëheqëse të Partisë Demokratike. Dëshira ime vetme ka qenë që të punoj vullnetarisht për vendin tem. Por fal punës, aktivitetit dhe angazhimit tim të palodhur në atë kohë, sepse atëherë ka pas vërtet aktivitet të jashtëzakonshëm, prej pastrimit të rënojave, pastaj shpërndarjes së artikujve ushqimor, pastaj mbështetjes politike që i kemi dhënë Partisë Demokratike e kështu me radhë, ka qenë një angazhim jashtëzakonisht sfidues, ka qenë një angazhim jashtëzakonisht i madh, për çka mu mban sot Monique Krenar për atë periudhë, edhe pse ka qenë një periudhë e gjatë, gati 8 vjeçare që ne kemi punu vullnetarisht, jo vetëm unë, po ka pas shumë të reja, jemi jashtëzakonisht krenar për atë kohë, sepse mendojmë që kemi lanë sado pak gjurmë në udhëtimin e Partisë Demokratike për të ardhur pastaj Partia Demokratike në vitin 2007 dhe për të marrë qeverisjen dhe me çka pastaj pasuan edhe sukseset e shtetit. Gane, çka mendon